Dhe nuk është absolutisht e arsyeshme as e logjikshme që njeriu sa nuk i pëlqen një realitet ta mohon. E mohuam, e pohuam, nuk ka më rëndësi. Ai realitet ka më ndodh. Sikurse për shembull çështja e llogaridhënies për Allahut më në gjykimit. Do njerëz nuk e besojnë. Do njerëz nuk kushtoj këtu pjatet. Do njerëz e besojnë çështja e njerëzve në këtë botë. Mirë po, ata që nuk e besojnë llogaridhënien, nuk besojnë ringjallje, a do të mbetin pa ringjall? Edhe ringjallja është vetëm për ata që besojnë, nuk është që ndarje kështu. Besuan njerëzit, nuk besuan njerëzit. U përgatitën për takim me Allahun dhe llogaridhënien, nuk u përgatitën. Është çështje personale tyne, po realiteti nuk ndryshon. Nëse Allahu xhallahu ala përmesa të gjithë do dalin për të manduar. Prandaj sa më herë njeriu këndellet kashi këtyre realiteteve, aq më mirë për të, dhe aq më tepër mundësi për ta përmirësuar orientimin e jetës.